Kosova ndodhet në fazën përfundimtare të procesit të rinumërimit të votave nga zgjedhjet parlamentare të parakohshme, të mbajtura më 28 dhjetor 2025, një proces që ka zgjatur disa javë dhe ka përfshirë pothuajse të gjitha vendvotimet në vend. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rinumërimi pritet të përmbyllet gjatë ditës së sotme, duke hapur rrugën për certifikimin e rezultateve përfundimtare. Procesi i rinumërimit nisi më 13 janar, mbas evidentimit të mos përputhjeve mes pamjeve të kamerave të sigurisë në vendvotime dhe të dhënave të regjistruar në sistemin zgjedhor. Këto shqetësime ngritën dyshime për parregullsi në regjistrimin e votave, duke bërë të domosdoshëm një verifikim të detajuar të rezultateve. Deri më tani, janë rinumëruar rreth 95% e vendvotimeve në të gjithë territorin e Kosovës, përkatësisht mbi 2400 nga gjithsej 2557 vendvotime. Sipas KQZ-s kanë mbetur edhe 143 vendvotime për të rinumëruar, të cilat i përkasin komunave të Prishtinës, Podujevës dhe Suarekës. Paralelisht me procesin administrativ, organet e drejtësisë kanë ndërmarrë veprime hetimore në disa komuna, mbas dyshimeve për manipulim votash. Prokuroria ka hapur hetime në Malishev, Drenas dhe Prizren, ku në këtë të fundit janë lëshuar mbi 100 urdhra ndalimi dhe disa persona janë dërguar në paraburgim. Hetimet janë ende në zhvillim. Zgjedhjet e 20 dhjetorit u karakterizuan nga një pjesëmarrje rreth 45%, me mbi 900.000 qytetarë, të cilët shfrytëzuan të drejtën e votës, nga më shumë se 2 milion qytetarë të regjistruar për të votuar. Rinumërimi i votave konsiderohet një hap kyç për rikthimin e besimit në procesin zgjedhor dhe për garantimin e transparencës. Përfundimi i këtij procesi pritet i hap rrugë certifikimit të zgjedhjeve, formimit të institucioneve të reja dhe respektimit të afateve kushtetuese, përfshirë zgjedhjen e presidentit dhe miratimin e buxhetit për vitin 2026. Me përmbylljen e rinumërimit, Kosova pritet të hyjë në një fazë të re politike, ku stabiliteti institucional do të varet drejt për drejt nga besueshmëria e rezultateve përfundimtare, si dhe respektimi i vullnetit të qytetarëve.